emër të Federatës Shqiptare të Futbollit dhe presidentit Armand Duka, ju them se vetëm në verë dham këtu në këtë fushë një premtim dhe sot mund të themi padyshim është premtimi mbajtur. Sot kemi kënaqësinë të sjellim setin e parë të Uniforma ime. Është një projekt që Federata Shqiptare e Futbollit e zhvillon në Shqipëri për të gjithë fëmijët që janë të regjistruar në akademi dhe duan të luajnë futboll. Shpresojmë shumë që me këto dy projekte që i kemi nisur sot, Uniforma ime dhe Topi im, të kemi mundësinë të hapim rrugën e një bashkëpunimi më afatgjatë dhe të shtrirë në kohë, sepse ne besojmë dhe shpresojmë që fëmijët këtu në Preshevë dhe Bujanovc kanë shumë mundësi që t'jenë nesër të ardhmen futbollistët tanë të kombëtare. Besoj që kjo i hap dyert për shembull për bashkëpunimin me Federatën Shqiptare. Dhe si them më herët, besoj se gjithta çuna ose vajza kanë një ëndër për të ardhmen. Është më rëndësish që ne t'i përkrahim. E thash, nuk është thjesht një dhuratë, por besoj që është një simbol që tregon që jemi me ju dhe do të përkrahim për të ardhmen. Kjo është dhe ju uroj suksesit të gjithëve. Falenderoj presidentin Armand Duka për interesimin që e ka dhe ndihmërinë e veçantë për shqiptarët e Lundinës së Preshevës e për futbollin që zhvillohet këtu sa më mirë e mbar, e që këta trinj tanë të ardhmen shumë të afërt edhe mund të jenë lojtarë të kombëtarës sonë. Unë besoj fuqishëm që do dalin talente nga këta të rinj. Pas nënshkrimit të marrëveshjes, këto frytet e para, rezultati i parë, dhe uroj që ky bashkëpunim të vazhdoje dhe një ditë këta fëmijë të shohmi si lojtarë të kombëtarës shqiptare, ashtu siç e kemi edhe kapitenin nga kjo zonë, kapitenin e kombëtarës pra zotin Draxhi Fshiti. Një falënderim të veçantë për juve, për Federatën e Futbollit si edhe për presidentin Duka. Dhe uroj që ky bashkëpunim të vazhdojë dhe të sjellim edhe projekte më të mira, më të mëdha për fëmijët.